India sulmon me raketa Pakistanin dhe Kashmirin administruar nga Pakistani. Ngjarja e 2 javëve më parë, kur në një sulm u vran disa turistë në Kashmirin administruar nga India, duket se është bërë shkak. Ministria e Mbrojtjes indiane i quajti sulmet e nisura si operacion në të cilin do ndëshkohen përgjegjësitë e sulmit të 22 prillit, i cili la të vdekur 25 indian dhe një shtetas nepalez. Pakistani ka mohuar çdo përfshirje në sulmin e muajit të kaluar dhe i ka përshkruar sulmet e Indisë si të paprovokuara. Kryeministri Shehbaz Sharif i Pakistanit ka thënë se këto akte të neveritshme agresioni nuk do të mbeten pa u ndëshkuar. Zëdhënësi ushtarak i Pakistanit tha se të paktën 26 persona u vranë dhe 46 të tjerë u plagosën. Ndërkohë India tha se të paktën 7 civil u vranë nga bombardimet pakistaneze në Kashmirin e administruar nga India. Delhi zyrtar pranoi se që në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkurë kishte goditur në 9 vende të ndryshme në Pakistan dhe Kashmirin e administruar nga Pakistani. Vendet e sulmuara sipas indianëve ishin infrastrukturë terroriste. Pakistani tha sulmet kishin ndodhur në zona civile, duke shtuar se pretendimi i Indisë për shënjestrimin e kampeve terroriste është i rrem. Kashmiri është një pikë e nxehtë midis Indisë dhe Pakistanit, sepse pretendohet plotësisht nga India dhe Pakistani, por administrohet vetëm pjesërisht nga secili prej tyre.